të vogël, me qenë se ju të katër jeni profesionist. Jo, jeni profesionist, ju një drejtues si emisionit, po të tjerë jeni profesionist në fushën tuaj, të medjeze nuk je që as i presje. Unë jo më kot thash që në fillim që origjinën e kam nga policia e shtetit, edhe deri në detyrat e larta në burgje apo dhe antari Komisionit Sigurisë Kombëtare. Po ndaloj vetëm 2 minutat e meta për të qenë të qetë dhe për të qenë real. Tani, Dumani Zoti Meta është ndjekës i rregullt jo the record, kështu që besoj se ju dëgjon dhe ju ndjek. Dumani ka thënë publikisht në Komisionin e Ligjeve, ka thënë që gjykata e posaçme bën çfarë i themi ne si SPAK. Tani po ju them unë ju. Më fal pak tani. Një sekond. Ishte në konteksti që ne çojmë prova aq të 1 minutë tani. Tani çfarë mendoni ju? Mënyra e arrestimit të zotit Meta, Dumani, drejtori i përgjithshëm, ministri i brendshëm, Edi Rama, nuk e dinin mënyrën se si do ta rrëmbenin, se si do ta kryenin? Ju e dini që në një hotel afër aty tek Casa Italia, me fe ka qenë dhe ministri, ish ministri, edhe bën vetë filmimin, dhe unë po ju them... Ministri ka bërë filmimin? Bashkë me këta të policisë, se kanë qenë aty dhe kanë dëbuar punojësit në mëngjes herët, dhe kanë ditur skenarin. E kanë filmuar Taulant Balla, mendoni? Po kush ka qenë? Ministri, ka qenë ky Hoxha, duket. Tani, më dëgjojmë. Hoxha. Tani, në profesionin tim, arrestimet të tilla bën vetëm për element me rrezikshmëri të madhe dhe terrorist. Me fjalë në mes qendra të banuar, me forca operacionale dhe me kapuç mënyra se si u bati. Dhe çfarë ndodh? Pra këtu nuk jeni dakord me punën e prokurorisë posaçme, i themi te tema. Po te tema po dal. Tani un po ju them, pra mënyra akmarrse që vjen nga kupola e krimit të organizuar që Rama, orkestrimi deri tek SPAK-u, shtrien tek të BK-s. 1 minutë. Dhe më fal çik. Jo, 1 minutë. Personit që ka bërë atë vepër. Tani ç'a ndodh? Dhe vazhdon akmarrja. Vazhdon akmarrja. Tani po dal, un po të dal. Thoje pra këto gjëra, mos shko te Dumani. Ti fare kush është ai që ka arrestuar. Policia apo Dumani bini ka thënë jam kundra mënyrës se që ka bërë arrestimin është bërë drejtor. Ta themi ne se dimë ne. Akmarrja. Po na thuaj që ka bërë Dumani, nuk e ka bërë Dumani. Dumani e ka parë në televizor si që kemi parë ne. Që të kalojmë te tema, zoti Maliki, te tema, po se po kalojmë te tema që kemi diskutuar 100 herë. 1 minutë tani. Kati dytë, teja drejtarja e tim, i dim në akmarrja politike, më fal çik tani. Vinte para burgimi. Pra, tani mendoni që me epokën Trump që thoni ju, po 1 minutë tani. Vinte para burgimi. I ndërpritën takimet shumë të rralla. Nuk lejohen deputetët, që e ka me ligj deputeti. Edhe para burgim, nuk e ndërpret dot. Me fjalë një kontroll dhe i kufizojnë liritë dhe drejta. Tani u kam qenë zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgje, po i tregoj një shembull. U arrestuati në para burgim deputetin Doka. Po më del nga tema zoti Maliki. Bide Xhemal ai çka ka qefalia bashkë me deputet të tjerë, e takonin pothuajse një herë 2 ditë. Nuk pengohesh në para burgim. Pra, kjo do një emision më vete pastaj. Kjo do një emision më vete. Kjo do një emision më vete, të lutem, po mos më dil nga tema se kjo do emision tjetër. Burgimit të Shqipërisë ka qenë drejtori i burgut. Kjo do emision tjetër. Deputetët janë korrierë në përbugje, janë korrierë kriminale në përbugje. E thuaj të gjitha gjërat. Po thuaj pra të gjitha gjërat, mos i lek shumë. Sa gjëra. Imagjino se çfarë ndodh. Deputetët janë korrierë të përbugje. Imagjino arrestohet, dënohet me burg, nga i burg në i burg tjetër. Është rënd që thua zoti Lika. Është e vërtetë më. Por edhe mund të jetë të vërtetë këto, po në përburgje ti je në filmim edhe në kontroll. Ku jeton ti zotërisë ti? Ti edhe me cakën jetoni këtu në Tiranë, po si dini këto gjëra? 200 në 300 edhe kishte lehtësime. Ka ndodhur edhe në kohën e zotit Po ka ndodhur si s'ka ndodhur. Po dhe nëse ka ndodhur ta mbaj përgjegjësi kushdo. Unë për veten time kam qenë zëvendës drejtor i përgjithshëm i burgjeve, bëja inspektime. Nga kush varet që letër të bëj një pyetje? Drejtori i përgjithshëm, që ishte në të kohë që ku i burg. Po ai nga kush? Na ministri. I kujt? Na tjetri, i drejtësisë. Po pse ngatron prokurorin këtu? Siku, përse unë po them për të drejtat që Po pra, po me pra thoj urtësiu. Po them, jo dalim po them te tema, ju lutem te tema. Shumë tema pra se këta janë gjëra të rëndësishme. Se këta gjëra nuk e dinë qytetarët. Qytetarët mendojnë se i votojnë deputetët për të bërë ligje. Deputetët bëjnë biznes. Deputetët bëjnë korrier. Jo vetëm deputetët. Deputetët bëjnë trafikant. Jo vetëm deputetët, por edhe se kujton se i votojmë ne për të marrë atë rrogën 3000 euro, nuk bëjnë vetëm atë punë. Të fortët do përburgje,
të fortë të përburgje, të lidhur me Partinë Socialiste, me kushte moderne, palestër, takime, telefona, ushqime, çfarë themun, e me radhë. Në zënës drejtoj përgjithshëm u s'kisha me fjalë, informacionet i çoja, po s'kisha mundësi, se unë isha pranën logjistike, kisha shëndetësim, kisha dhe inspektimin. Kaq kisha. Sigurinë që drejtori. Po këta që janë të lidhur me Partinë Demokratike, si jetojnë? Këta që janë të lidhur me Partinë Demokratike? Kush janë të lidhur me Partinë Demokratike? Pra, eksponentët që thatë janë të lidhur me Partinë Socialiste jetojnë mirë. Që janë aty janë edhe kur isha unë që gjithë të lidhur me Partinë Socialiste. Po këta që janë të lidhur me Partinë Demokratike. Zyrtarë për shembull janë arrestuar edhe kur e Partinë Socialiste. Për fjalë ish drejtor e përgjithshëm të rrugëve, të dy ish drejtorët e përgjithshëm të rrugëve u arrestuan.